pa ndihmën e bashkëdhetarëve tonë nga diaspora, jeta jonë këtu do të ishte ndryshe e po ashtu nuk do ta kishim këtë ambient të mrekullueshëm për rreth nesh. Kështu është shprehur Don Lush Sopi, famullitar i Kishës Katolike në Bishtazhin, me rastin e ndezjes së dritave në fshat në prag të festave të fundvitit. Ndërsa ata në ndihmojnë materialisht, ne mundohemi që t'ju krijojmë një ambient sa më të mirë në familjet e tyre. Mundohemi që nëpërmjet fondeve të tyre t'ju krijojmë një ambient tërheqës atyre dhe nëpërmjet këtij frymëzimi të vinë me gëzim në familjen e tyre dhe në shtëpitë e tyre në vendlindje. E bashkëvendësit e tyre në fshat në kuadër të festës së Zojës Rozare kanë organizuar edhe pjekjen e rakis, shirjen e grurit, përgatitjen e banave popullore, pjekjen e bukës në Qerep dhe zeje të tjera të vjetra të këtij lokaliteti. Është traditë e vjetër e popullit shqiptar. Një herë qesim rrushin, fermentohet rrushi, atëherë hin kuminet të mrena, mushet me ujë të rrethe, si kjo është me ujë kazani, edhe kur nis me vlu avlli dhe për tën edhe del përfundon rakia atje poshtë. Gjithmonë e ke pjek babë bashkësh, edhe tash na gjenerata pak më re edhe na punojmë me rujt traditat e vjetra. Kjo është tradita e parëve. Edhe nana dhe gjyshet tona dhe vjerrat e krejtë kanë pjek bukën në Qerep. Kështu si ne të quë dhe na në vazhdimsi punën e tynve, për me pa dhe tritë se shkon kultivimi i bukës kvalitet. Edhe do më thonë se kështu nxehet Qerepi pjesa e parë, edhe lëshohet këtu. Tani lëshohet buka, pjeket me saq edhe kështu se del diçka shumë më kullueshme. Të pranishmit në këtë fest, përveç përcjelljes së këtyre demonstrimeve të zejeve të vjetra, kanë shijuar edhe ushqime të ndryshme tradicionale të përgatitura nga banorët e këtij lokaliteti.